Wallahi ta dish, si cili njeri që është u vrapu për këtë dunja, këtë milionerat nëse i vetmi një ka një, a i e i kinash thot jo. A i disa njerën e kena zatet s'ka pas pare, mësa ne ka bo pare, mas i ka bo pare kena vet, a u knaqe që ta thot jo. Nuk i shkon të parja. Do me dhanë Allah për në ka zonë hiq pa u bo milionera. Mos kujtoni se të parja. Wallahi që këtë shyret, edhe shidet që e ka Ramazani, me sa pare i këshmi blejtë të ndërruar që më të li. Sa miliarda kushton kjo atmosferë, ku ti qohë si firë, edhe agjeron, edhe prit iftarin, edhe i krim punë të tua, edhe fal taravijën, dhe ngon një ligjerat, dhe lexon Kur'an, dhe bani sadaka, dhe bani fjalë të mirë. Sa pare kushton kjo? Sa kushton kjo? Shikoni popujt e tjerë, a mundën me bërë Ramazan? Jo. Pa këtë asyje, gjëja e parë, mësimi i parë, ma e men, agjerimi ka ardhur me të liru pi prangave të kujna, të fizikës, materiali, kina të jetu një botë materialiste, botë kapitaliste, ku të thot vesh mledhti. Ku kime shkue? Mledhti, një herë mledhi. E ku kimi qua të bare? Pa këtë asyje, le të lirohemi, sikur që lirohemi pi bukës, le të lirohemi edhe pi dëshirës për me majt materiali. Kjo është e para. E dyta të ndëruar që më të li. Ramazani vjen me na kallëzue se regulatori i rahatijës, edhe i qetësijës, edhe i lidhjeve të mira mes njerëzve, nuk ka as një sen që ka njerëzit e menojnë për faktorëve, por është bindja ndaj Allahut dhe pejgamberit alayhis salam. Do më dhanë me fjalë të tjera të ndëruar që më të li. Çka të bën Ramazanin në Ramazan? Që i ketë bashkarisin atë ngu Allahit. Çka ka? Allah ka thënë kutiba aleikumus siyam, juve e keni obligim ma xhuru, u krizot kena ma xhurue. Shiko, vesh një urdhër ja kena ngu këshirë sa bereqetit. Që sa bereqetit Ramazanit? Me ngu Allahun vazhdimisht non stop Ramazan bëhet. Po këtë asyje të ndëruar xhamatli, na jep neve mesazh Allahu nëpërmjet Ramazanit, a pe shifni sa mirë i bëmë ngumue. E kur del Bajram, çka bëhet? Bajram i kena dy probleme. Shlon ato që janë lidh, i dini ato që janë lidh, shejtan. Edhe shlon egot e tona. Kur të bëhen bashk, apo edhe prishet atmosfera. Për këtë asyje, nëse don me pas atmosferë qetë, në familje, e në shtëpi, e në punë, e në mahall, e në rrugë, e në qytet, duhet na më ju bind Zotit. Urdhat e Zotit mi qun vend, edhe ndalesat me Allahu xhan mi qun vend. Shiko, regulatori i jetës shisho, shumë i thjeshtë. Kur thoje Zoti bane, bane. Kur thoje mos e ban, çe kaç. Njerëzit i japin jetës komente ndryshme, ama jeta është shumë më e thjeshtë ndëruar xhamatli. Çka jeta? Jeta është bindje ndaj urdhrave të Zotit dhe ndalim prej ndalesave të Zotit. Të ka thonë sifir çu ha sifir. Deri në iftar s'ki me hangër, që kjo ndalesë. Kur vjen iftari prap ka dhënë urdhër me hangër. Që kjo, dash me jetu jetën rahat. Ku të thoje Zoti bane, kemi apo hajre, kemi apo bereqeti. Ku thoje Zoti